Pushtimi i Ukrainës nga Vladimir Putin është përshkruar nga një vend tjetër në kërcënim si një nga gabimet më të mëdha strategjike dhe taktike në historinë e vonë ushtarake. Udhëheqësi i Finlandës, Aleksandr Stab, thotë se Rusia ka qenë duke ndërtuar forca në anën e saj të kufirit finlandez-rus, por se vendi i tij, tani antar i NATO-s, po qëndron i qetë dhe i përmbajtur përballë agresionit. Kreu i strategjisë së vendit skandinav për forcat e tij mbrojtëse konfirmoi javën e kaluar se po monitoronte situatën në kufi dhe po bënte punën e saj për të përgatitur për më të keqen. Finlanda ndan kufirin më të gjatë toksor europian me Rusin, që shtrihet në 832 milje, me qytetin kryesor rus të Shën Petersburgut rreth 500 milje larg. Vendi u bë antar i 31 i NATO-s kur u bashkua zyrtarisht në vitin 2023. Si Finlanda, ashtu edhe Suedia aplikuan për antarësim pas përpjekjes së Rusisë për pushtimin e Ukrainës, duke përmendur shqetësime sigurie. Rusia kundërshtoi me vendosmëri vendimin ndërsa Moska po bëhej gjithnjë më e lodhur nga realiteti se trupat e NATO-s mund të pozicionoheshin kaq afër territorit rus. Ne finlandezët jemi të qetë dhe të përmbajtur, tha presidenti Stab në një intervistë me CNN. Donjëherë kur sheh gjërat në mediat ndërkombëtare, ndoshta është paksa e shtrembëruar. Ne kemi kufirin në kontroll të plot. Rusia gjithmonë ka pasur baza ushtarake përgjatë kufirit ton dhe ka një grumbullim normal trupash. Duhet të mbani mend se 4 brigada u zhvendosën nga distrikti i Leningradit kur filloi lufta në Ukrainë. Dhe pritja jonë është që do të ketë një grumbullim trupash ndërsa lufta mbaron dhe ky grumbullim do të vazhdojë. Presidenti Donald Trump zhvilloi bisedime me homologun e tij finlandez në shtëpinë e tij në Mar-a-Lago në fillim të këtij viti dhe ul pranë 57 vjeçarit gjatë funeralit të Papa Franceskut. Presidenti Stab konfirmoi se dyshja flasin në telefon mjaft rregullisht. Bisedat janë shkëmbime normale diplomatike idesh dhe jam i lumtur që mund ta bëj këtë sepse vijnë nga një vend i vogël dhe sa herë që presidenti i një vendi të vogël është në gjendje të flasë me presidentin e Shteteve të Bashkuara, kjo është një pjesë e mirë e diplomacisë sonë. Lidhur me përfaqësimin e forcave ushtarake ruse, Stab tha, arsyeja është shumë e thjeshtë. Ne kemi një nga ushtritë më të mëdha në Europë së bashku me Turqinë, Ukrainën dhe Poloninë, dhe për më tepër, sapo kemi dyfishuar kufirin e NATO-s, kështu që ky është aktivitet normal rus. Shërbimi detyrueshëm ushtarak i Finlandës shton 900.000 personel në rezervën e saj të mundshme të kohës së luftës dhe ajo krenohet me një arsenal mbreslënës armësh. Me 64 avion luftarak F-35 të blerë së fundmi, Stab shtoi, ne nuk i kemi sepse jemi të shqetësuar për Suedinë, e kemi sepse duam të krijojmë një pengesë kundër Rusisë. Një nga kufijt për të cilët francezët duhet të shqetësohen më pak është kufiri finlandez. Ne e kemi në kontroll me aleatët tanë. Stab u pyet në lidhje me pretendimet e Moskës se dëshira e Ukrainës për të bashkuar me NATO-n është ajo që shkaktoi luftë dhe nëse ai kishte shqetësime të ngjashme për Finlandën pas antarësimit në NATO, nuk mendoj se Finlanda do të ishte bashkuar me NATO nëse Putin nuk do të kishte sulmuar Ukrainën, tha presidenti. Sigurisht, Finlanda dhe Ukraina janë dy vende të ndryshme dhe ne kemi një histori shumë të ndryshme, shtoi ai.